Ndërgjegjësim qytetar, por edhe fitues nga ruajtja e biletave gjatë udhëtimit në autobusit urban në kryeqytet. Shorteu i përmuajshëm i hedhur në qendër të Tiranës, edhe këtë herë shpalli 4 fituese të mëdhenj, përkatësisht të një frigoriferi, lavatriçe, televizori dhe fshese me korrent. Por nuk munguan edhe improvizimet për të gjithë ata qytetar që ndoqen nga prang këtë shorte, të cilët u shpërblyen edhe ata me nga një dhuratë. Ndërsa një djalë dhe një vajzë, që sapo zbritën nga autobusi i linjës Kombinat Kino Studio, fal këtij gjesti minimal të ruajtjes së biletës, fituan nga një dhuratë. Por ja cilat janë numrat e serisë së biletave fituese për 4 çmimet e mëdha. Lavatriçja 009 4421, frigoriferi 0227513, fshesa me korrent 088 2307, televizori 029 93 13. Ruani biletën sepse mund të fitoni një nga këto dhurata. Faleminderit. Ky shortej, i cili hidhet për muajin e 6, synon ndërgjegjësim por edhe përfitim për ata pasagerë që zbatojnë një detyrim ligjor dhe një gjest qytetar. Shorteu i radhës do të hidhet në muajin shtator, ku deri atëherë qytetarët duhet të bëjnë vetëm një gjë, të ruajnë biletat gjatë udhëtimit me urbanët e linjës Kombinat Kino Studio.